Përshëndetje Nisa, Ymeri, mirë se kena ardhur në Solo Intervista. Sot jemi me shtëpinë studio Kadare. Kënaqësi t'ju pres këtu, në fakt jemi saktësisht në hallin e pritjes së apartamentit Kadare, i cili funksionon si një muze letrar prej vitit 2019 në maj të vitit 2019, është hapur për herë të parë për vizitorët. Dhe prej atëherë çdo ditë pret mira njerëz çdo vit për t'i treguar një pjesë të trashëgimisë që ka lënë pas shkrimtari ynë Ismail Kadare. Çfarë ka veçantë ky muze që nuk i kemi tek muzeun Gjirokastër? Thuaj se gjithçka është ndryshe përveç faktit që edhe atje edhe këtu ka jetuar Ismail Kadare. Atje në vitet e para deri në moshën e studimeve, pra deri në moshën 18 vjeçare, ndërsa këtu në këtë apartament ka banuar prej vitit 1973, menjëherë pas përfundimit të kësaj ndërtese, e cila ka një historik dhe unë do doja shkurtimisht ta theksoja pak më vonë, dhe deri në vitin 1990. Pra Ismail Kadare është nisur për të eksiluar në Francë në 1990 prej këtij apartamenti. Gjitha telefonatat e fundit që janë përshkruar në librin e tij nga një dhjetor në tjetrin janë bërë me atë telefon që është i ekspozuar aty dhe që vizitorët mund ta shohin. Dhe gjithçka konservohet këtu, gjithçka ruhet këtu është 100% autentike. Kjo bibliotek që është pas shpinës time, televizori, kondicioneri, deri edhe perdet aty janë 100% origjinale të apartamentit. Sigurisht dhe çdo libër, sigurisht dhe pjesa më e madhe e mobiljeve. Ka dhe një 2-3 riprodhime të vogla, siç është ky poltron apo kjo karrige në cilën ne jemi ulur. Të ngjashme kanë qenë në kohën që familja jetonte këtu, por bëhet fjalë për objekte të cilat konsumohen. Kur vjen fjala tek gjërat e tjera, që janë librat, që janë objektet e tjera të shkrimtarit e të familjes së tij, ato janë absolutisht autentike. Dhe është fat i madh në fakt që janë autentike. Arsyeja pse janë ruajtur është sepse pas 1990-s, vetëm pak vite më vonë ky apartament është banuar nga nëna e shkrimtarit, pakës më vonë nga motra e tij, Kadria apo Kakuja, siç njihet, dhe nuk ka qenë i banuar. Dhe kjo ka bërë që të ruhet ajo që ka qenë origjina e apartamentit, me parketet e kohës, me dyert e kohës, me gjithçka të kohës. Dhe e veçanta tjetër e madhe është që vetë godinën e ka projektuar arkitekti shumë i njohur i Shqipërisë Max Velo në fillim të viteve 70, dhe ndryshe njihet si pallati me kuba. Vetë Max Velo përveç kësaj ndërtese, në cilën më pas u strehuan artistët, këtu ka jetuar Ismail Kadare, një kat më lart drejt Roagolli, po në këtë godinë shumë artistë të tjerë, mes të cilëve dhe kompozitori shumë i njohur i shqiptarëve, Fehim Ibrahimi, pra kanë qenë të gjithë një pjesë e madhe të rëndësishmeve të kohës, kanë qenë këtu, në këtë pallat në qendër. Max Velo përveç projektit të godinës ka projektuar, ka bërë dhe interior designin e apartamentit Ismail Kadares. Edhe ky apartament është ndryshe nga gjithë apartamentet e tjerë, përfshi edhe atë të drejtë Roagollit, një kat mbi apartamentin ku gjendemi ne. Një nga detajet shumë të rëndësishme interesante është kjo derë këtu rrëshqitëse, e cila ka qenë kështu që në kohën që Ismail Kadare ka jetuar në studion e tij ndodhet edhe një oxhak. Është i vetmi oxhak nga studimet që mund të gjendet në një godinë banimi të ndërtuar në ato vite, i cili ishte funksional. Një oxhak për cilin Max Velo e ka psuar dhe përmendet edhe në dosjen hetimore të Max Velos. Kjo derë, vetë pallati me kuba, sepse konsideroj shumë avangard për kohën. Pallati me kuba u asociua pak me kubizmin, i cili ishte ndaluar në Shqipërinë asaj kohe. Oxhaku dhe kjo dera rrëshqitëse u konsideruan element shumë modern për kohën, që nuk mund t'i kishte një apartament i zakonshëm
i ndërtuar në Shqipërinë e 1970-s. Dhe të gjitha këto elemente që unë ju përmendje në dosjen hetimore të Max Velos dhe në akt akuzën e tij. Pra, dhe ne kemi ekspozuar atë dosje origjinale këtu. Një pjesë të saj e kemi këtu, akt akuzën e kemi këtu, sepse vërtet ky është apartamenti muze i shkrimtarit Ismail Kadare në Tiranë, por nuk është vetëm Ismail Kadarez. Pra, brenda këtyre mureve ka një histori të tërë Shqipërie e cila mund të tregohet në një mënyrë apo në një tjetër, dhe patjetër që Max Velo është një nga emrat e rëndësishëm që ka pika të rëndësishme takimi me vetë godinën dhe sidomos me apartamentin. Folëm për telefonin, edhe për ikën e Kadarez, po themi pak. A është përgjuar këtë telefon sipas informacioneve që keni në atë kohë? Nuk ka të dhëna nëse është gjurmuar apo jo, me shumë gjasa jo, por nuk di ta them me saktësi këtë gjë. Ajo që di të them është vetë Kadareja i ka dokumentuar një pjesë të objekteve dhe edhe në veprat e tij, dhe telefoni sigurisht është një nga ata. Me siguri ndjekësit tuaj do ta shohin imazhin e telefonit dhe do të kuptojnë që ai nuk është një telefon i zakonshëm për kohën. Sikurse ky televizor që është këtu nuk është i zakonshëm, ai është me ngjyra, ka një telekomand, pra ka këtu objekte të cilat janë vërtet shumë të veçanta dhe nuk mund të shihen edhe nuk kanë qenë në shtëpitë e shqiptarëve të asaj kohe. Po, për ta kuptuar të publiku, televizori dikur nuk ishte siç është sot, shkoi edhe ndroi kanalin atje. Sigurisht. Edhe ai televizori ka disa butona, por ka një telekomandë e cila është prodhuar enkas për shtëpinë e shkrimtarit, kështu që sigurisht që ka pasur, le themi, ato privilegje që është krejt normale, nuk mund të themi që është egzageruar. Shkrimtari një mirë kohës edhe vazhdon. Absolutisht. Në guidat lokale apo kombëtare, është Studio Kadare? Ne po përpiqemi shumë fort, të paktën këtë një vit e gjys në të cilin ne drejtoj këtë muze, shtëpinë Studio Kadare dhe shtëpinë Studio Agoldi, kam marrëdhënie shumë të afërt me guidat, i ftoj ata që të vinë ta shohin, sepse një pjesë e tyre edhe nuk e din vërtet vlerën që ka ky apartament. Por unë më duhet t'ju them përmes jush çdo guide që mbase do të na ndjek që nëse në botë ekziston një vend ku mund të shihet trashëgimia që ka lënë pas Ismail Kadare përmes objekteve, ai vend është vetëm ky. Nuk ka një të dytë tjetër në botë. Ne këtu kemi librat me të cilët ai ka punuar, objekte, dhomën e gjumit ku ai ka fjetur, studio në cilën ka shkruar, skrivanin apo tavolinën e punës në cilën ka shkruar, pra studioja e tij ruhet thuajse komplete. Sepse ju përmendët shtëpinë e Gjirokastrës, sigurisht ajo ka pasur një fat tjetër, është djegur, kanë humbur shumë elemente origjinal, është bërë dhe është ribër. Është pa diskutim një pikë takimi shumë e rëndësishme me shkrimtarin dhe me qytetin e tij të lindjes, por nuk ka rëndësinë që ka ky apartament për të gjithë dorëshkrimet që ruan dhe për gjitha këto objekte që unë ju përmenda. Për shembull, pas jush aty është një portret, është portreti i parë në historinë e pikturës në Shqipëri, i cili është kushtuar shkrimtarit Ismail Kadare. Ai ka qenë në këtë apartament në momentin që është muzealizuar, nuk dihej se cili ishte piktori, autori që e kishte realizuar, dhe ishte shumë e dëmtuar. Pak muaj më parë, në fakt ishte një proces që zgjati shumë kohë, restauratori i Galerisë Kombëtare të Arteve, Olsi Laska, dhe disa studiues të tjerë morën përsipër që ta restaurojnë. Sigurisht me kërkesën tonë dhe me një vedi absolute që ai portret, i cili qartazi dukej edhe ashtu i dëmtuar siç ishte, kishte vlera të mëdha artistike, duhej patjetër të shpëtohej. Gjatë procesit të restaurimit u identifikua në fakt edhe autori. Autori, për fatin tonë të madh dhe për fatin e madh të rritjes edhe një vlere të kësaj trashëgimie, ishte Vilson Kilica. Vepra mendohet të jetë realizuar mes viteve 58-60, kur të dy kanë qenë student në Bashkimin Sovjetik. Ata kishin shumë kontakt me njëri tjetrin. Vilson Kilica e kishte nënshkruar veprën nga pas, duke shkruar Kilica në shasin e pikturës me alfabetin rus.
Pra nuk ka asnjë dyshim që ajo është një vepër e këtij piktori. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme për muzeun, sikurse e thash, për faktin që është portreti i parë kushtuar Kadares, për faktin që u zbulua autori që është një piktor jashtëzakonisht i rëndësishëm i Shqipërisë, dhe për faktin që vepra tani është e shpëtuar, është e restauruar, është e ekspozuar mirë këtu në shtëpinë e tij dhe secili që vjen mund të shohë Kadaren e fillimeve të karrierës së tij. Ai ka pozuar për të realizuar ky portret, pra ka qëndruar aty ku piktori e ka realizuar atë. Po aty kemi edhe dy bibla. Dy bibla të cilat janë shumë të rëndësishme për ne, edhe për kulturën e kombit. Njëra është një bibël në gjuhën frënge, e cila është botuar në Bruxelles në vitin 1892 dhe konsiderohet sot një antikuar, hyn në fondin e librave të vjetër të rrallë. Nuk kemi identifikuar deri tani një kopje të dytë të këtij libri, që do të thotë me shumë gjasa, nga kërkimet në bibliotekën kombëtare që ruan fondin më të madh të biblave në Shqipëri, nuk ka një kopje tjetër, që do të thotë ajo mund të jetë e vetmja. Nuk dihet se si ka mbritur në shtëpinë e Kadares. Aty ka një vit dhe me shumë mundësi është nga bibliotekat e konfiskuara që qarkullonin në atë kohë dhe ka qenë gjithë kohën këtu, në këtë apartament dhe në kohën kur feja nuk lejoj në Shqipëri. Ndërsa një bibël tjetër është pak më e re në moshë, por shumë e rëndësishme për historinë e Kadares, të familjes, të kulturës shqiptare. Ajo është e përkthyer nga hebraishtja në shqip, e botuar në 1914 në manastir, në qytetin tonë të alfabetit, dhe është një dhuratë e Elena Kadares në vitin 1963 me një nënshkrim për Ismail Kadaren. 1963 është viti i martesës së tyre. Të dyja biblat ishin të dëmtuara relativisht shumë. Ne kemi dërguar pa një bashkëpunimi shumë të vyer me laboratorin e restaurimit të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Ato janë restauruar dhe janë shpëtuar dhe tani mund të ekspozohen dhe të shihen nga kushdo. Tu kemi kaq shumë pafund gjëra origjinale, saqë duan ditë për edukimin e të rinjve të Shqipërisë. Unë paka shumë edhe jam një brez që të televizorin se kam parë me gjyra, po këtë bufen jo kaq të madhe. Po, e kemi parë. Po të rinjt kur vjen shumë në kuadrët e edukimit, me leximin, me njohjen e Ismail Kadares, edhe letërsisë shqipe. Çfarë i bën përshtypje këtyre? Thuaj se gjithçka, nuk e presin atë që shohin, si të rinjt ashtu edhe vizitorët, sepse vinë me një lloj skepticizmi, nuk mendojnë që vërtet këtu është e konservuar kaq shumë pasuri, kaq shumë objekte dhe kaq shumë trashëgimi. Dhe befasia është ajo e para. Pastaj kur fillojnë dhe marrin guidën këtu, sigurisht që mbushen me informacion shumë të madh. Ne kemi themeluar një program edukimi, kemi vërtet mirë nxënës, jo vetëm nga Tirana, por nga gjithë Shqipëria që na vizitojnë. Për shembull, jo më larg se ndoshta këtë fundjavë apo tjetrën kemi grupe që na vinë nga jashtë Tirane. Pra ka shumë nxënës dhe mësues të cilët janë kontaktuar drejtues shkollash, drejtues të drejtorive arsimore për t'i treguar që duhet të vinë patjetër ta shohin. Pra për mua nuk duhet të ketë asnjë të ri shqiptar që nuk duhet të kalojë nga këtu. Ismail Kadareja, sikurse edhe drejtori Agolli janë autorët më të mëdhenj tanët. Janë pjesë e kurrikulas, në fakt Kadareja është edhe kurrikulës europiane në shkolla, jo vetëm shqiptare, po mbetemi të shqiptarët. Janë pjesë e kurrikulës shkollës. Ku më mirë se këtu mund të vinë të bëjnë një lexim, një orë letrare, të prekin nga afër një pjesë të trashëgimisë apo edhe të shohin vendin në cilin ka shkruar Ismail Kadareja. E kanë kaq afër, është kaq. Pra njerëzit në botë na vinë turistë nga gjithë bota dhe emocionohen vetëm që shohin ku është ulur Kadareja dhe ku ka shkruar dhe ku ka marrë frym. Kështu që në këtë pikpamje programi ynë i edukimit është duke e bërë këtë gjë, sigurisht asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe duhet që mjediset të tilla realisht të gëlojnë, po themi, nga vizitorët. Këtu kemi shumë vepra që janë, po themi, të ekspozuara.
Në vërtet vlera e veprës kadares cila është? Po, vepra e kadares, sot për shumë që ne flasim është e përkthyer në rreth 50 gjuhë të botës, kështu që le të themi vullën e suksesit ja ka vënë lexuesi në gjithë botën, i cili është aty për kadaren, dhe ne kemi vizitorë të cilët jo vetëm e kanë lexuar, po e njohin shumë mirë veprën e tij. Vepra e kadares nuk mund të matet me asnjë lloj fjale që mund të them unë tani, përveç se duhet thënë që është një nga shtyllat shumë të rëndësishme të kulturës sonë kombëtare. Aty ke histori, aty ke mite, aty ke një lloj reagimi për ngjarjet ndryshme politike, aty ke dëshmi, aty ke një luftë realisht me penë, përtej sloganeve që të luftoj me push dhe me penë, Kadareja ka luftuar me penë. Për shembull, është një nga kontributorët më të jashtëzakonshëm në çështjen e Kosovës, në diktaturë pa diskutim, po edhe në liri. Për çështjen e Kosovës, për shembull, nëse i referohemi mira intervistave, letrave, ditarit që ai ka mbajtur për Kosovën, një luftë reale që ai ka bërë përmes fjalës së tij kudo ku ftohej në ato vite shumë të edhshme për gjysmën e kombit ton. Ja pra kjo është vlera e një shkrimtari i cili ka zgjedhur që përmes veprës së tij, kujdesshëm atëre kur nuk mundej shpenguar dhe shumë drejt për drejt në liri, të mund të ndikonte në një farë mënyre dhe fatet e kombit. Në fund të kësaj bisede, se ne do bëjmë edhe një shëtitje të vogël në pavionet që kemi këtu, çfarë mesazhi keni ju për ata që nuk e kanë vizituar akoma? Unë e thash, do doja që çdo shqiptar të vinte këtu. Ne kemi në fakt numrin më të vogël të vizitorëve individual, kemi në shqiptar. Edhe nuk do lodhem asnjëherë së thëni këtë gjë, sepse ne nuk e kemi ende kulturën familjare që në një të shtunë, në një të diel, në një moment pushimi, të mund t'i marrim fëmijët përdore dhe të vizitojmë një muze. Dhe unë do doja shumë që familjet shqiptare të mund të ta bënin këtë gjë dhe të kishin ndriçimin e duhur për ta bërë këtë gjë, sepse po themi vlerat që marrin nga vizita të tilla, dhe unë po them me që jemi në shtëpinë Studio të Kadares, po në shumë hapësira të tjera kulturore të Shqipërisë, sepse kemi plot muze të tjerë. Vlerat që marrin dhe njohja që kanë për kulturën e kombit është vendimtare për çfarëdo lloj gjëje që do duan të bëjnë ata në jetë. Pra ne shpesh kemi atë nxitjen për të shkuar për të vizituar kryeqytetet e Europës dhe duhet patjetër të shohim Louvrin. Sigurisht që kjo është një gjë fantastike që ka filluar të ndodhi, por mos harrojmë asnjëherë që për ne së pari është e rëndësishme kultura jonë, dhe pa njohur kulturën dhe vlerat tona, sigurisht që hapat e tjerë do jenë të çajl. Dhe mbi të gjitha, bota sot është likuide, kufit gati janë zhbër. Shqiptarët kanë filluar qarkullojnë. Sikur se francezët mburren me kulturën e tyre, do duhet edhe shqiptarët të mburren me kulturën e tyre. Në 2-3 takime të rëndësishme që ne kemi pasur për 9 dhjetorin e Kadares në Athinë, në Sofje, të tjerë që do të jenë më vonë gjatë pranverës dhe sidomos vjeshtës, unë ju kam thënë shqiptarëve aty ku ne kemi shkuar që ju duhet të ndjeheni as pak inferior, sepse kemi një shkrimtar i cili dhe para viteve 90 komunikonte me elitën intelektuale të kohës. Ai ftoi në festivale, ai ftoi në leksione të hapura, ai këmbehej me shkrimtarët dhe me mendimtarët më të njohur të botës. Dhe duke e pasur këtu dhe duke e pasur të trashëgimi këtu, është mëkat i madh që të mos e njohim, të mos e vizitojmë edhe të mos ju tregojmë edhe të tjerëve që shikon e ruajmë këtë pasuri në vendin tonë, kështu që do duhet ta vizitoni. Dhe po, për ta mbyllur, numri më i madh i vizitorëve individual, nëse nuk përfshim në këtë numër nxënësit e shkollave që vijnë përmes këtyre programeve të edukimit që unë ju përmenda, janë absolutisht të huaj. Për shembull, në këto momente që ne jemi, qarkulluan në muze dikujt 10 persona, vetëm një ishte shqiptar, ndërta gjithë të tjerët ishin francez, belg, të tjerë. Të falenderoj për kushtimin që ke në drejtim të
jo vetëm të historisë së Kadares, po dhe të përkujdesit që tregon këtë muze, se i shoqëron vetë, tregohet e gatshme për të folur, për të komentuar. Absolutisht po, dhe unë dua në fakt në fund të them një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Cili do vizitor që futet në këtë muze ka një guidë e cila e shoqëron. Dhe ka një guidë e cila e shoqëron në anglisht, në frëngjisht, në italisht, në turqisht. Guidat tona zyrtare janë të përkthyera për ata që duan që ta bëjnë vetë vizitën në muze. Guidë tjetër është këtu. Është brenda muzeut dhe cili do që dëshiron që përtej kësaj guidat janë dhe të përkthyera, guida zyrtare, ata mund ta marrin në dorë. Përveç tyre gjuhëve që u përmenda, është edhe në spanjisht, është dhe në gjermanisht, është dhe në serbo-kroatisht, është dhe në proces përkthimi në disa gjuhë të tjera. Pra kushdo që futet këtu brenda, duhet të ketë vetëm dëshirë për të marrë informacione, sepse asgjë tjetër nuk e pengon. Dhe janë specialistët e muzeut, ata që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, shumë të përkushtuar, për t'i pritur dhe për t'cjell të gjithë këta vizitorë çdo ditë që ne jemi të hapur. Shumë të kujtesëm, sepse keni menduar dhe serbo-kroatishtën, po themi në ish Jugoslavia. Jemi në Ballkan. Nuk ka aq shumë, por ne duam që ata të shtohen. Nëse ne ju ofrojmë gjuhën, nëse ne ju po, sepse Kadareja është për herë të parë në fakt pas bullgarishtes është i përkthyer nga Esad Mekuli në gjuhën serbo-kroate. Patjetër që e njohin, patjetër që e vlerësojnë me gjithë këtë ngërçin që ka pasur Kadareja politik tani me Serbin për çështje të kombit, po që sigurisht vepra e tij nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Patjetër që serbët e lexojnë dhe ne jemi kujdesur që po të jetë edhe në këtë gjuhë të Ballkanit, sepse sikur se ju thash, ne jemi duke u përpjekur çdo ditë që agjencitë turistike të cilat sjellin turistë të huaj të mund ta shndërrojnë shtëpinë Kadare në një pikë të rëndësishme në guidat e tyre.